Në fund të muajit qershor bëhen 2 vjet nga vendosja e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Deri më tani është raportuar se vendi ka pësuar rreth 300 milion euro dëme për shkak të bllokimit të projekteve të ndryshme. BE-ja vendosi masa ndëshkuese ndaj nesh në vitin 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit. Heqja graduale e masave është bërë e ditur me 21 maj nga përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas gjatë qëndrimit të saj në Kosovë. Në BE kanë thënë Kosova presit se hapat e mëtejshëm për heqjen e plotë të masave do të varen nga një përshkallëzim i qëndrueshëm në veri të vendit. Heqja graduale e masave është një lajm i mirë për përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, edhe pse ata kërkojnë që ato të largohen plotësisht. Ata tregojnë se BE do të fillojë së shpejti me funksionimin dhe mbajtjen e takimeve të nën-komiteteve të MSA-s me Kosovën. Gjithashtu pritet të nisin projektet e asistencës teknike të kornizës investuese për Ballkanin Perëndimor. Këto projekte prekin fusha si energjia, infrastruktura e të tjera.